E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë dhe dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër pas tij. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij, më i miri gjithë pejgamberëve, më i miri gjithë bijve të Ademit alaihi salatu wassalam. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe besnik, si dhe mbi gjithë ata të cilët ecën rrugës e tij, janë duke ecur dhe do të ecin deri në ditën e takimit tonë me Allahun dhul xhelal. Vëllezër të nderuar, sot inshallah taala dua t'ja përkujtoj vetes dhe juve vdekjen. Dhe vdekja si vdekje, o vllazni, ne nuk duhet ta marrim si diçka të keqe, si diçka negative, si diçka e cila na shkatron jetën në një farë forme. Jo, përkundrazi, vdekja është prej drejtësive më të mëdha të Allahut te bareke ve taala. Sepse me vdek ka i pasuri, i varfëri, pushtetari, populli i thjesht, të gjithë kanë vdek. Nuk do të mbetet asnjë njeri veç se do të kthehet tek Allahu te bareke ve taala. Mirë, po për vdekjen përgjithësi me folur shumë. Sot do mundohem inshallah taala t'i përmendi vetëm dy thënie të mëdha, të cilat mua personalisht shumë pëlqejnë dhe prandaj shpesh i përmendi gjatë varrimeve apo në vende tjera ku më duket e rëndësishme dhe e nevojshme që t'ja përkujtoj njerëzve këtë. Ne së pari e dim se i dashuri jon alayhi salatu wassalam në një hadith të Imam Tabaraniut rahmetullahi alayhi, edhe pse hadithi është daif, mirë po kuptimi i tij është i vërtet sahih, ka thonë i dashuri jon alayhi salatu wassalam, kafa bil mauti wa'idha. Vdekja mjafton si këshillues. Vdekja mjafton si këshillues. Nuk ka këshill më të mirë, dhe nuk ka përkujtues më të mirë, dhe nuk ka diçka që të çon nga gjumi më shumë dhe më mirë se sa vetë vdekja. Andaj secili besimtar dhe besimtare, secili njeri duhet ta ketë çdo herë vdekjen parasysh. Jo për ta kaluar jetën veç hajt, po jetoj sot e ndoshta vdes më vonë. Jo, por për t'ju larguar gjunohave dhe për të munduar me bëma shumë të mira. Sepse vetëm përmes kësaj i afrohemi Allahut te bareke ve taala dhe largohemi nga zjarri i tij. Thot Hasan Basriu rahmetullahi alayhi, ne thonë që kemi dëgjuar edhe më herët, që kemi cek shpesh siç thash, thot ya ibn Adam, inma anta ayyam, o biri Ademit, o ti insan, o ti i cili ki pas bab Ademin alayhis salam, dhe të gjithë ne pa përjashtim kemi pas bab Ademin alayhis salam. Ya ibn Adam, inma anta ayyam, vërtet jeta jote përbëhet vetëm nga disa ditë. Ti je vetëm disa ditë. Ditë të cilat i din vetëm Allahu te bareke ve taala. Ditë të cilat vetëm Allahu i ka përcaktuar subhanahu wa taala. Andaj jeta jote është e përbërë vetëm nga disa ditë. Fa idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Sa herë që kalon një ditë e jotja, kalon edhe një pjesë e jotja. Pra me çdo ditë tonë në cila kalon edhe një pjesë e jona vllazni. Me çdo frimarje, jeta jon dunja shkurtohet. Me çdo rrahje të zemrës, jeta jon dunja shkurtohet. Andaj secili besimtar dhe besimtare duhet ta shfrytëzon jetën dhe kohën e saj në shërbim të dinit islam, në shërbim të semirës, me halal, duke u largu haramit, ashtu që kur të vjen meleku i vdekjes, të vdes faqebardh e të del për Allahu te bareke ve taala faqebardh. Thot njëri prej dietarëve bashkohor, Muhammed Nabulsi, Allahu e ruajt, e ka një thënie shumë të madhe, thot el hayatu ma hiya illa qissatun qasira. Thot jeta nuk është gjë tjetër veç se një histori e shkurt, një tregim i shkurt. Min turab, thot nga toka. Ala turab, mbi tokë, thot. Ila turab, dhe prap nën tokë. Kjo është jeta e njerit. Kjo është krejt historia jon. Allah në Kur'an ka thonë, minha khalaqnakum, nga jon, nga toka ju kemi kriju, wa fiha nu'idukum, dhe në tokë do t'ju kthejmë, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dhe pastaj edhe një herë nga toka do t'ju ringjallim, për të dalë për Allahu te bareke ve taala, për të dhënë llogari. Andaj jeta e njeriu është një histori shumë e shkurtë. Nga dheu, mbi dhe, nën dhe. Nuk ka diçka tjetër. Mirë po, me vdekje nuk përfundon çdo gjë vllazni. Përkundrazi, me vdekjen fillon çdo gjë. Siç ka ardhur në hadithin e Uthmanit radhiyallahu an, ku i dashuri jon alayhi salatu wasalam ka thonë, innal qabr awwalu manazil al-akhirah. Vërtet varri është stacioni i parë i ahiretit. Stacioni i parë.
Prandaj ky dietar thot në vazhdim, thumë hisab, pas dekës pra, pasi që të vorosin njerëzit, do merresh në llogari. Fa thawabun aw iqab, dhe pastaj të pret vetëm njëra prej dyave, ose shpërblimi ose dënimi waliyadhu billah. Ose shpërblimi ose dënimi Allahu te bareke ve taala. Fa ish hayataka lillah, thot prandaj jetoj jetën tënde për Allah te bareke ve taala. Takun as'ad khalqillah, dhe ti do të jesh njeriu më i lumtur mbi sipërfaqen e tokës. Wallahi i lumtur është ai njeriu që i largohet së keqes dhe mundon ta bën të mirën. I lumtur është ai njeriu i cili adhuron Allahun azza wa jall. I lumtur është ai njeriu i cili pason pejgamberin alayhis salam. I lumtur është ai njeriu i cili jeton me halal. I lumtur është ai njeriu i cili ka familjen e shëndosh në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Ky është njeriu i shëndosh dhe ky është njeriu i lumtur. Jo ai i cili ka grumbullu ari argjend e më në fund vdes dhe në varrin e tij nuk e pret diçka tjetër veç se një grop i gropave të xhenemit. Andaj lutim Allahun te bareke ve taala që të na mundson këtë jetë të shkurt që kemi në këtë dunja, na mundson ta shfrytëzojmë të mirat e tij, sepse Allahu azza wa jall këtë jetë dhe vdekjen e ka kriju, siç thot Allahu vetë në Kur'an, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah është ai i cili ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar juve se kush punon më së miri. Për t'ju sprovuar juve se kush punon më së miri, sepse ti dhe unë dhe secili njeri para neve dhe pas neve dhe në këtë kohë nuk i ka pas dhe nuk do t'i ketë kur dy jeta. Një jetë ka secili, ose me fitu kënaqësinë e Allahut, ose waliyadhu billah me fitu hidhërimin e tij. Allahu na bëf për atyre që fitojmë kënaqësinë e tij, e na udhëzoft e na forcoft në rrugën e tij, e na mundsoft me jetu faqebardh, e me vdek faqebardh, e me dal para tij faqebardh. Allahumma amin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.